Snežana Paunović pas ka lind në Pej në vitin 1975, dje ka qenë një mun hona e re. Dhe deklaratat publike të qeverisë Serbisë nuk janë të rastësishme. Çdo herë ka një prapavi përse jepen këto deklarata. Në fillim, çdo kush do ta ketë parasysh se shqiptarët e kombit Gjergj Kastriotit dhe shteti shqiptar Shqipëria, por tani edhe Kosova, kanë ndërtu imazhin e paqes, frymës paqësore. Nuk kemi popull që ja dëshirojmë të keqen dikujt ose dëshirojmë pastrim etnik kundër dikujt. Kjo është e para. Dhe vim të deklarata e Snežana Paunović për shkak se mendësia serboslave, mendësia e popave të kishës së Shënë-Savës është e njëjtë të gjithë, përfshirë këtu edhe klasën politike të Serbisë që mbështeten mbi bazë të urrëties madhe që e kanë për shqiptarët e Gjergj Kastriot Skënderbeut, për shtetin shqiptar, për shtetin e Kosovës, për shqiptarët kudo që marrin frymë në tokën e shtrirë si djepi. Thjesht ajo politiki jeton dhe mendësia serbe jeton si me bë keq. Sa ma shumë me bë keq. Po duke mendu me bë keq për të tjerët, ajo keqen e ka sjellë të dyrt e saj. Unë them se deklarata e saj, këtë kohë caktume, pak orë para hënës re të muajit korrik, është me një prapavit madhe politike që me nxjerr edhe frymën shqiptare që noton në të njëjtat ujëra qysh noton mendësia e kishës së Shënë-Savës dhe politikanëve të Serbisë me shumicë. Pasi që mendojnë se punën kryesore kanë kryer këto 22 vjet prej 2004-s, e deri më sot janë 22 vjet. Dhe tani është koha për të bërë diçka për ta barazu kriminalin me viktimen, për ta barazu shtetin e krimit Serbisë, që e ka njoft Sultan Mahmuti i dytë, që e ka njoft dhe ka kriju shtetin e Serbisë Sultan Mahmuti i dytë, me shqiptarët autokton dem baba dem, gjak për gjak a dem në trojet armërore. Për ta balancu se pritet edhe verdikti i gjykatës në Hag për çlirimtarët dhe më na barazu se shqiptarët janë të njëjtë si serbët, të cilët mendojnë me bë keq. Prandaj ne nuk duhet me toleru gjuhën e urrëties mesin ton, po duhet me akumulu devotshmërinë, paqdashësinë, se jemi popull paqdashës, dhe në vend të urrëties me pa organizimin ton ku jemi me organizim dhe me dhon kontributin ton që me vepru institucionet e Kosovës. Kjo është mendimi jem lidhje me deklaratën e Snežana Paunovićit, se s'ka dal me thonë së është e Partisë Socialiste të Dacicit, ka dal me nxit urrëtien të ato shqiptarë që emocionalisht ndoshta edhe kanë drejt me reagu, po ne nuk guxojmë të reagojmë ndryshe përveç se në mënyrë institucionale, që ne jemi viktima të terrorit, gjenocidit të Serbisë mbi shqiptarët, e cili terror kulturalisht vazhdon ende sot, asoj që quhet Gadishull Ilirik, siç është Maqedonia, e cila totalisht po i nënshtrohet kërcënimit serb,
ku më së shumti e pësojnë shqiptarët e Gjergj Kastriot Skënderbejut, edhe ashtu që jemi pak në Maqedoni, krahasim me shqiptarë tjerë të Sultan Mahmutit që janë me shumicë dhe janë në qeveri, dhe nëse ne nuk ndahemi, do të kemi konflikt religios, dhe atë konflikt religios mes të krishterëve dhe muslimanëve do të mundohen të anveshin shqiptarëve, gjë që shqiptarët nuk kanë bajnë asgjë me atë konflikt religios. Prandaj unë ju thonë, ati ku ka kisha është Rusia, dhe ati ku ka xhamia është Turqia. Dhe Serbia është shtet kishtar i Shën Savës që e ka kriju Sultan Mahmuti i dytë. Është histori, mund ta lexoni. Prandaj, unë pres që ne të bëhemi bashk, të tregojmë që jemi viktima, dhe në vend të gjuhës së njëjtë kundër asaj fashiste, ta përdormi organizimin ton vetëmbrojtjes dhe ta shfrytëzojmë drejtën ton legjitime me miqtë ton, me aleat ton, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se ne jemi paqdashës dhe ne jemi viktima dhe kemi të drejtën në vetëmbrojtje deri aty me mendu. Unë i kam 60 vjet, me pas mundësi dhe me qenë kryeministër i Shqipërisë ose i Kosovës, e baj një ekip kuadër të Këshillit Kombëtar për me gjetë mundësitë me ndërtu edhe programin nuklear të shtetit shqiptar, për shkak se kemi një shtet armik që mendon neve më na zhduk. Kjo duhet me qenë gjuha jonë. Gjuha jonë do të me qenë gjuha në vetëmbrojtje. Kushdo që mundohet mi fol as e ministrës me gjuhën e njëjtë, nuk është mirë. Nuk është mirë, nuk na ndihmon. Kurse na ndihmon vetëmbrojtja jonë për të organizuar dhe për të dhënë secili shqiptar kontributin e tij në organizimin për të ndërtuar shteti shqiptar bombën nukleare, për ta vazhduar bashkëpunimin me shtetin e Izraelit në çështje të teknologjisë kibernetikës dhe inovacioneve të reja, për shkak se Zoti na ka dhënë vendet më të bukura dhe do t'i mbrojmë për shkak se jemi paqdashës. Dhe ne nuk jemi kundër askujt. Ne nuk urrejmë asnjë popull, asnjë grup etnik, qoftë religios, e kështu me radhë. Të tjerët që ende duan të mbeten në magjit e kombit Sultan Mahmutit, duke keq përdorur fjalët e gjuhës së bukur arbrore shqipe dhe përdorin fjalën fe dhe fetare vende pa vend, ka ardhur koha një herë për gjithmonë të korrigjohen, se me këto çëse po e damtoni shqiptarin, shtetin shqiptar, shtetin e Kosovës. Kështu që ju përshëndes, ju du shumë dhe vazhdojmë rrugën tonë, ecim bashk në vetëmbrojtje si paqdashës që nuk i shkelmi as bobrecat. Ata që mendojnë më na zhduk në emër të shumicës mund ta kenë fatin e përfaqësuesve të Hezbollahit dhe të Hamasit edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë, edhe në Maqedoni. Prej Shkupit ju përshëndes të gjithë shqiptarëve kudo që jeni.